kur e pret shqiptari miku në shtëpi, është për mua është për UNESCO. Kur shohim pak shumë njerëz, hyrje, dalje, pritje madhështore, punë shumë e madhe, po gjithsesi sigurisht që dikush është mbrapa pas gjithë kësaj mirësie, pas gjithë këtyre buzëqeshjeve, që stafi i mbrizit të zonave na kushtoi pothuajse që gati 3 orë që jemi duke qëndruar. E kam thonë edhe po e ritheksoj që për gjatë tonë ditës në fshatin Fisht e kam gjetë atë gjë. Altin Prenga është përndryshe, ai nuk thot kur që është pronari, po thot për dikën tjetër që është pronar, po gjithsesi një vend si ky e ka një pronar. Ai është zotri Altin që e ndova pak për gjithë punës stresuese, për gjithë angazhimeve, për organizimeve që i kanë pasur sot, e unë po mendoj me ja jep një notë, ajo e ka notën 100, sepse ka shku gjithçka fantastike. Zotri Altin, faleminderit shumë. Jem shumë i lumtur, faleminderit shumë që pranove, kemi gjetë një skaj këtu ku jemi skajuar përballë, kemi shumë njerëz, në fakt po tregon pak mrizi i zonave. Kudo me këndo që kam bisedu sot, Altini mrizi i zonave. Altini mrizi i zonave. Pse? Atëherë Pikspajt ju falenderoj shumë që keni ardhur dhe ka qenë privilegj për ne që e keni shiu krejt pjesën e shtegut tonë. Absolutisht. Me thonë drejtën, ato e thonë kështu, por nuk është një ashtu, do të thonë kjo është vetëm diçka familja, fillon me familjen time, familjen e madhe të Mrizit dhe krejt ato. Ne pa ato zotni që keni takuar sot, nuk do kishim arsye me ekzistu dhe nuk do ekzistoshim këtu në Fisht. Kështu që kjo gjë është vetëm anasjellta si na ton bashkë. Ndërsa lidhur me idenë e shtegut dhe arsyeën e shtegut sepse është bon, domethënë ne kanë dy arsyet. E para sepse ka një vit që është bën shteg, është ndërtuar nga qeveria në mënyrë perfekte, por nuk kam pa shumë shpesh shqiptarë që e bajnë, kam pa shumë herë të huj, në fakt huj nuk e din kush është Fishta dhe nuk e din se pse është bën shteg. Nuk është bën thjesht për turizëm, për me shitit, por ka pas një arsye, një thelb. Edhe na dashur i dhënë jetë bashkë me bashkinë, duke mujt me vënë edhe rrugës ca një shprehje për mi dhënë pak jetë. Nga ana tjetër kam dashur diçka shumë të rëndësishme, po shumë të rëndësishme, që unë e kam vurë e kam ngrumtu me veten shumë herë. Mu më ndodh për shembull se këtu ke Mrizin e ka herë na ka hupa e drita syve kur shohim një mik, se ne shqiptarët ku na vjen një mik shtëpi, ne na shmësin syt, atë. Këtu të Shqipëri se kena njerëz shumë ka herë të humba jo majzia. Po mund sa herë marr mish nga këtu dhe i çoj ke bujtinat e vogla familjare në zonë. Sa herë i çoj aty, shef një dritë syve tyne kur presin dikan, që është e veçantë dhe është diçka që më thon drejtën, paktën në Evropë ka hub sakt. Ajo drita syve kur të pret dikush, nuk ka shanset me e gjetë në Evropë turistikisht. Dhe ai turist, përveç mikpritit sekret, ajo drita edhe buzëqeshja që kur e pret shqiptari miku në shtëpi, është për mua është për UNESCO. Është diçka shumë e veçantë dhe unë e du fort dhe u kam dashur fort që ndërkohë që bëhet shtegu, të gjithë miqt ta kuptojnë çfarë do të thotë mikpritja shqiptare kur të presin në bujtina këto njerëz.